Trafiku kaotik është karakteristikë e nisjes së pranverë-verës në qytetin e Vlorës. Në një ditë feste si kjo e sotme, qarkullimi normal i automjeteve në qytet është thuajse i pamundur. Në shumë akse kryesore e dytësore në qytet, rrugtimi ka qenë i vështirë, ndërsa bllokimi për minuta të tëra i ka lënë në pritje qytetarët në zonën e skelës drejt ujit të ftohtë. Vargu të gjatë automjeteve në pritje për të kaluar në shumë akse i shtohet mungesa e infrastrukturës rrugore. Bulevardi i thërmuar, mungesa e sinjalistikës së duhur, qoftë ajo horizontale apo vertikale, zhduke nga të parit me sy të lirë të vijave të bardha e të tjerë. Mungesa e infrastrukturës së duhur rrugore shfaqet fare qartë se po qyteti nis të mbipopullohet. Bllokimi i trafikut në një ditë kur numri i automjeteve në qytet nuk është shumë më i lartë se ai i zakonshëm, flet qartë për mungesat me të cilat do të shoqërohet ky sezon turistik. Vlonjatët por edhe pushuesit të tjera duket se do të kalojnë një pjesë të mirë të kohës në trafik në pritje në diell.